pasur një sistem të arsimit profesional tërësisht të degraduar dhe plotësisht të padobishëm për të rejat dhe të rinjt që shkonin në shkollat e arsimit profesional thjesht dhe vetëm për të mos mbetur pa asnjë mundësi tjetër, por nuk gjenin aty asnjë kusht për të zhvilluar talentin dhe për të marrë zanatin e tyre. Thjesht dhe vetëm gjenin disa mësues që sa do të përkushtuar e kishin të pamundur që të bënin mësimin tërheqës, pasi nuk kishte kushte minimale infrastrukture, nuk kishte laborator, nuk kishte asnjë lidhje mes arsimit profesional dhe